Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen E rrafë në rrugë, reagon ish burri i Suada Muçës. Një ngjarje e rëndë dhe thellësisht shqetësuese ka ndezur debat të fortë në rrjetet sociale dhe mediat online, pasi emri i Suada Muçës është përfshirë në një histori që po komentohet gjerësisht për shkak të reagimit ekstrem që ka bërë edhe ish burri i saj pasi ajo u rraf brutalisht në rrugët e Tiranës. Pamje dhe rrëfime që qarkullojnë në internet kanë ngritur dyshime dhe pikpyetje mbi atë që dyshohet se ka ndodhur në mes të ditës në një rrugë të frekuentuar. Sipas burimeve dhe dëshmive që po qarkullojnë në rrjetet sociale, Suada Muça është përballur edhe me ish bashkëshortin e saj pasi ndodhi ajo situatë. Ish bashkëshorti e fajson atë për sjelljet e saj në TikTok, duke i thënë që ke marrë çfarë ke merituar. Kjo ngelet lë pak për të dëshiruar, duke qenë se ai nuk e ka mbështetur në këtë situatë që edhe pse mund të ketë bërë faj, përsëri një femër nuk dhunohet në mënyrë të tillë, aq më tepër që ajo është edhe mama e 2 fëmijëve.